Me besim tek Zoti, familja dhe rinin si lokomotiv, ne do të ndryshojmë situatën në 11 maj, duke e kthyer Shqipërinë shtëpinë e të rinjve. Kështu ju drejtua të rinjve kandidati për deputeti i Partisë Demokratike Ted Kopliku, i cili u bë pjesë e festes mbrëmjen e së dielës me rinin në Gjuhadol. Sot e kuptoj dhe ju kuptoj se cilin për jush, se si kena qëndru dinjitos përballë një regjimi i cili shkel gjithkën dhe përxen gjithkën. 12 vite këta kanë pas çdo lloj pushteti dhe nuk e erdhi koha asnjë gjaje. Ne e dina që dona me ndryshu. Dona me ndryshu për qeveri dhe me kthy Shqipërinë në shtëpinë tonë. Ne kena forcën me ndryshu sepse ata thehen se ne kena kartën e moralit, ne kena dinjitetin dhe kena ekipin më të mirë përballë një ekipit anonim. Nuk kena ardhur ne prej podcastave të kryeministrit dhe me hyp në listat deputetëve. Nuk kena ardhur ne prej anonimave dhe prej administratës shtetit. Ne kena ardhur mi secili prej në shkallat e profesioneve tona në politik vetë me dinjitet. Jena ne lokomotiva, rinia shqiptare që kam i kthy edhe një herë dinjitetin Shqipërisë. Me besim të Zotit, të familja, të kombi, e mitana të vedi, që kena forcën me i thyta, kur rinia shqiptare të jetojnë në vendin e vetë, sepse Shqipënia është madhështore, kur Shkodra është madhështore. Rrof Partia Demokratike, rrof Shqipënia. Edhe drejtuesi politik Luciano Boçi inkurajoi të rinj që të kenë besim plot se në 11 maj do të ndëshkohet me votë qeveria e cila nuk arriti të mbajë të rinjt në vendlindje. Sot ju keni ndezur me të zjarrin e fitores, zjarrin e entuziazmit, shpresës dhe zjarrin e ndryshimit për Shkodrën dhe për Shqipërinë. Të angazhoheni për të sjellë ndryshimin, për ta bërë Shqipërinë madhështore dhe Shkodrën madhështore. Të rinjt e të reja të Partisë Demokratike u bën bashkë jo vetëm për të kaluar kohën në shoqërinë e njëri tjetrit, por edhe duke i dhënë mbështetje në dur kandidatëve në listën e Partisë Demokratike.